غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال. Thot Sufjan ibn Dinari, Kutu li Ebi Bishr, I thash Ebu Bishrit, ulema prej ulemave të selefit, akhbirni an amalin men kane qablena, mi kallëzë punë të sahabeve, qfar punë të mëdhaja kanë bë ata. Thot Ebu Bishri, kanu ya'maluna yasiran wa yu'jaruna kathira, ata pak punojshin ama shumë fitojshin. Se edhe sot për shembull në logjikën e biznesit, secili njeri mundohet që si ta krijon një formë veprimi, një formë pune, pak të punon shumë fiton. Në dynjë. E sahabët njët e kanë pas këtë gale ama në kaje të kundërt. Edhe ata kanë pas këtë gale, si ka mundësi me bë pak punë shumë me fitu, ama për ahiret jo për dynjë. Ata bëshin pak punë ama shumë fitojshin. Tha, pse kjo, e si kjo ndodhke? Tha, li selamet I sudurim, sepse zemrën e kishin kullume, e kishin gjam, e kishin të pastër, e kishin të filtrume. Ishte zemër bardh, ishte do më thonë zemër që s'kante shiblen, s'kante mangësin, s'kante defekte.